Sot lëviz me makinë. Sot lëviz me makinë. Si është udhëtimi nga Kali tek makina? Po atë rrugë për e parë e ka bërë me traktor me thikë nga Duhana si deri në Roshnik baba im që ka qenë kryetar kooperative. Edhe më vonë rruga që është me asfalt e ka shtuar po vlla im që ka qenë kryetar komunën në kohën e Sali Berishës. Edhe ai e mori fondin. Sali Berisha qeveria e Sali Berishës ja dha fondin që u shtua rruga me asfalt për në Roshnik. Sa ka sot? Sa banor ka sot në Roshnik? Roshniku është një zonë jashtëzakonisht. Sa kanë mbetur flas? Edhe kanë mbetur shumë? Rreth gjysmë ose pak më shumë nga gjysmë kanë ikur. Kështu që mbeta në Roshnik deri në 69-ën, nga 57 deri në 69-ën. 69-ën pastaj shkolla në shkollën e mesme bujësore Fier, për agronomi. Shkolla e mesme në Fier që ka qenë në ishën e bën Çirimi, një shkollë jashtëzakonisht e fortë me pedagog të shkëlqyer, aty u hodhën bazat e mia të para të drejtë agronomisë. Si e kuptove ti që doje agronominë, apo në atë kohë nuk është se ishte vetëm një alternativë shkollimit, ose le të themi e sigurta e shkollimit? Nuk ishte se... Edhe e punësimit, patjetër. Ishte diçka që ndodhi në çast, sepse mua bursi më doli gjysmë bursi për vetërinë e shkollës. Edhe në moment babai po më përcillte në Berat, e do niseshin për shkollë. Edhe gjetëm një bilet, atë do prisje bileta për në Rogozhin. Në Rogozhin pastaj jepim trenin dhe vinim deri në Vora, deri në Tiranë ku vinim, pastaj nga Tirana në shkollë. Edhe kishim gjetur vetëm një bilet. Në këtë kohë po kërkonim një bilet tjetër për në Rogozhin, që unë do nisesha në shkollë. Bilet treni? Bilet autobusit. Se ka që vështirë ishte gjithë. Ishte shumë më vështirë. Për televizor. Edhe nuk po gjendet bilet. Në këtë kohë del me sa më menton o shefi seksionit arsimit apo kryetari i komitetit ekzekutiv në atë kohë dhe i thot o Sulo, i thot se Sulo Sulejman e qoni baban. O Sulo thot çfarë po bën? Po përcjell djalin dhe për në shkollë. Po e tha është një bursë për agronomi në Fier, tha dhe është bursi plot. Ka qef djalin dhe që të shkojë në Fier? Po ja ta pjestaj, unë i dëgjova, mu bë qefi nuk e kundërshtova, doja edhe për agronomi, nuk e kisha shumë qef për veterinar, edhe me qenë se ishte edhe akoma më mirë se ishte bursi plot. Nësa në Shkodër, babai do paguante 940 lek në muaj, aq ishte gjysmë bursi. Gjysmë bursi do të paguaje 940 lek në muaj, që të plotësoj bursin e plot. Kështu që jetëm e bilet tjetër për në Lushje edhe vatën Fier. Dosja ime ishe në veterinarinë e Shkodrës, shkollën veterinare të Shkodrës, edhe ime ishe thirrur një muaj atje. Po mirë, gjithsesi nuk pas ke qenë i papërkëdhelur fare nga sistemi, se shkollën ta pas kanë dhënë. Po, kjo është shumë e fortë. Flas si ballist, si familje ballistash. Kjo është shumë e fortë në sajtë të babait tim, edhe një djali të xhaxhait të tij, të këta ishin partizan. Babai im si thash në brigadën e 10, nëse ai Fadil Qato ishte partizan me brigadën e parë me Meçeut. Edhe ishte plagosur ai. Të dy nuk ishin komunista, por kishin qenë partizan. Dhe kjo i mbajti, si me thënë, i mbrojtje. Kjo një në ashtu, edhe tjetra kush ishte që... Të ftuan ndonjëherë të ishe spion? Pyetje shumë e bukur kjo. Ka patur tentativa nga ai sistem, po unë kam qenë shumë i prerë në këtë. Edhe e kam dashur shumë profesionin, jam marrë me profesionin. Edhe në një herë ku vinte Ramizalia që do vinte në Berat, unë punoja agronom në kooperativën e tipit të Labardha, se aty fillova punë që në vitin 1978, sa po mbarova studimet e larta. Edhe më thotë ish kryetari i këshillit atëherë, më thotë më bëj kujdesat se në Labardha kishte përndjekur. Shko se ke filani aty te pallati ku rriti tha. Shiko sot se vjen shoku Ramisa në Berat, Ramizalia. Edhe morzali nga shtëpia, shiko tha ti kesh tani ndështrim. I them mund jo. E ke gabim adresën thashon. Nuk më jete një qatë në këta punë thashon. Unë me zi pa bëj punë të mija edhe jo të ruaj unë, nuk është detyrë ime thashon. Të merrem edhe të ruaj njerëz thashon,
këta që i keni ju si të përndjekur tashun, se ku shkojnë ata, e ku dhe ata. Prandaj tashun mos ma përmend në një jetë të tillme.